Presidenti Donald Trump ka deklaruar se e di saktësisht se ku fshihet udhëheqësi suprem i Iranit Ali Khamenei, por tha se nuk do të vritet paktën për momentin. Teksa Amerika duket më afër përfshirjes në konflikt, Trump thotë se durimi po përfundon. 5 shtetashi shqiptar që ndodheshin në Izrael janë evakuuar nga Tel Avivi. Ministri i jashtëm Igli Hasani ka njoftuar se aktualisht ata ndodhen në Egjipt dhe shumë shpejt do të kthehen në Adhe. Verifikohen fletët e votimit për Gramshin dhe Peqinin. Antari KAS Elvis Cefa tha se u gjetën pasaktësi, ndërsa Partia Demokratike pretendon për parregullsi si flet votimi pa vula dhe më shumë flet votimi në kuti se sa zgjedhës. Gjykata kalon në burg Erion Veliajin, avokati ka kërkuar ndryshimin e masës kundrejt garancisë pasurore, por kërkesa nuk u pranua nga gjykata. Sot janë dhënë dënimet edhe për 5 ish zyrtarët e Bashkisë së Tiranës për dosjen 5D. Për mbarvajtjen e sezonit turistik, policia ka marrë një plan masash, do të ketë patrullim si në Bregdet, ashtu edhe në akset rrugore që lidhin zonat e plazhit. Klan News ndjek në golem procedurat dhe si funksionon dhënia me qira e mjeteve lundruese. Nuk ka zgjidhje të krizës politike në Kosovë, deputetët kanë dështuar sërish që të konstituojnë përbërjen e re parlamentare. Në tentativën e 33 radhazi, ata refuzuan që të votonin ngritjen e komisionit për votimin e fshehtë. 3 skuadrat shqiptare u njohen me kundërshtarët e raundit të parë në kompeticionet e UEFA-s. Shorti lehtë për Vllaznin dhe Partizanin, ndërsa Egnatia do të përballet me ekipin islandez Breiðablik. Do të shohim në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Lajmeve, duke nisur me një zhvillim të orës së fundit që ka të bëjë me një reagim të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në lidhje me konfliktin midis Izraelit dhe Iranit, i nisur që prej datës 13 qershor. Presidenti amerikan ka frenuar Izraelin duke deklaruar se nuk do ta vrasin liderin iranian Ayatollah Ali Khamenei. Në një postim në rrjetin e tij social Truth, Trump ka deklaruar: "Ne e dim saktësisht se ku fshihet jashtë quajturi udhëheqës suprem. Ai është një shënjestër e lehtë, por është i sigurt atje. Nuk do ta vrasim, të paktën jo për momentin, por nuk duam që raketat të qellohen drejt civilëve apo ushtarëve amerikan. Durimi ynë po mbaron. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje", është shprehur presidenti amerikan. Trump u shpreh njësoj si Izraeli, duke deklaruar se tashmë zotrojnë hapësirën ajrore të Teheranit. "Tani kemi kontroll të plot dhe total të qiellit mbi Iranin. Irani kishte gjurmues të mirë ajror dhe pajisje të tjera mbrojtëse dhe shumë të tilla, por nuk krahasohet me ato të konceptuara dhe të prodhuara nga Amerika. Askush nuk di t'i bëjë më mirë se SBA-ja", ka deklaruar Trump pikërisht në këtë postim që jeni duke ndjekur në ekran. Ndërsa zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance në një postim në rrjetet sociale ka paralajmëruar se Trump mund të vendosë të ndërmarrë veprime të menjëhershme për t'i dhënë fund pasurimit me uranium të Iranit për qëllime ushtarake. Ndërsa flasim për të tjera zhvillime të këtij konflikti, ku mediat e Iranit kanë raportuar se është goditur selia e Mossadit, që është agjencia e inteligjencës izraelite, por që ende nuk ka një reagim nga ky i fundit. Gjithashtu, Irani ka bombarduar Tel Avivin dhe Jeruzalemin. Ministri i mbrojtjes i Izraelit ka kërcënuar liderin suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, se do të përfundojë me të njëjtin fat si Saddam Hussein. Agjencia shtetërore e lajmeve Tasnim e Iranit ka postuar një seri fotosh që sipas saj tregojnë selinë e agjencisë të inteligjencës Mossad të Izraelit të përfshirë nga flakët. Duke cituar korpusin e gardës revolucionare iraniane, agjencia thotë se Mossadi u godit nga raketat iraniane. Deri më tani, Izraeli nuk ka komentuar ende mbi sulmin e dyshuar ndaj Mossadit, ndërsa konflikti hyn në ditën e 5. Irani shënjestroi sërish Izraelin qendror. Ushtria izraelite konfirmoi se Irani kishte lëshuar rreth 30 raketa balistike në sulmin e fundit. Bombardime pati në Tel Aviv dhe në Jeruzalem. Një raketë rani një parking në Izraelin qendror duke shkaktuar dëme dhe duke i vënë flakën një autobusi. Një tjetër goditi Herzliya, një qytet disa kilometra në veri të Tel Avivit. Forcat e mbrojtjes së Izraelit njoftuan gjithashtu se në disa sulme ndaj Iranit kishin eliminuar shefin e ri të shtabit të përgjithshëm iranian, Ali Shadmani, pasi goditën një qendër komando operative në Teheran. Shadmani u emërua për të udhëhequr forcat armatosore iraniane 4 ditë më parë pas eliminimit të paraardhësit të tij Ala Ali Rashid në ditën e parë të ofensivës izraelite. Në deklaratat e tij me gazetarët në Air Force One, presidenti amerikan Donald Trump u shpreh se po kërkon një fund të vërtetë të konfliktit me Izraelin dhe Iranin, duke argumentuar se është më mirë se
sesa një armëpushim. Një fund i vërtet, jo një armëpushim, dhe kjo është në rregull, u shpreh Trump. Nga ana tjetër, ministri i mbrojtjes së Izraelit, Israel Katz, u shpreh se lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei mund të përballet me të njëjtin fat se Saddam Husseini. Unë paralajmëroj diktatorin iranian kundër vazhdimit të kryerjes së krimeve të luftës dhe lëshimit të raketave ndaj civilëve izraelit. Ai, Khamenei, do të bënte mirë të kujtonte fatin e diktatorit, i cili u zgjodh në të njëjtën rrugë kundër shtetit të Izraelit, u shpreh Katz duke ju referuar Saddam Husseinit. Shalach baderech hazot neged medinat Israel. 5 shtetashit shqiptar që ndodheshin në Izrael janë evakuuar nga Tel Avivi. Ministri i Jashtëm Igli Hasani ka njoftuar se ata aktualisht ndodhen në Egjipt dhe se shumë shpejt do të kthehen në atë. 5 qytetarë shqiptar që ndodheshin në Izrael për arsye turistike dhe profesionale janë larguar sot nga ky shtet në mënyrë të sigurt përmes Egjiptit. Ata janë në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa pritet që të rikthehen së shpejti në Shqipëri. Largimi dhe kthimi i tyre nga territori izraelit është mundësuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme nëpërmjet ambasadave në Tel Aviv dhe Kairo. Kryediplomati Igli Hasani ka falendëruar autoritetet izraelite, ambasadën greke dhe atë bullgare, autoritetet egjiptiane si dhe konsullin e përgjithshëm të Shqipërisë në Liban për mbështetjen dhe bashkëpunimin e dhënë në këtë operacion. 5 qytetarë shqiptar mbetën të bllokuar në Izrael pas nisjes së sulmeve me raketa, një situatë që ende vijon të jetë kaotike në përballjen ajrore me Iranin. Ambasadoreja shqiptare në Izrael, Meri Kumbe, në një intervistë për Klan News, deklaroi se kishte siguruar rikthimin në vendlindje të bashkëkombësve tanë të mbetur në Izrael. Edhe Polonia, Republika Çeke, Moldavia, Bullgaria dhe Lituania po tërheqin qytetarët e tyre nga Izraeli, ndërkohë që konflikti me Iranin po përshkallëzohet. Izraeli ndërkohë nuk i kanë dalur sulmet në Gaza pavarësisht konfliktit me Iranin. Një nga rastet më të përgjakshme është regjistruar ku janë vrarë 51 persona teksa merrnin ushqime. Tanket izraelite qelluan mbi një turm që përpiqej të merrte ndihmë nga kamionët në rripin e Gazës, duke vrarë të paktën 51 persona në një nga incidentet më të përgjakshme deri më tani. Një video e shpërndarë në media sociale tregonte trupa të shtrirë në një rrugë në Khan Yunis. 200 u plagosën, ku të paktën 20 prej tyre janë në gjendje kritike, ndërsa të paktën 14 persona të tjerë u vranë në disa vende të tjera në enklav, duke çuar numrin e viktimave në 74. Ky nuk është rasti i parë që trupat izraelite qellojnë mbi njerëzit pranë qendrave të shpërndarjes së ndihmave, të menaxhuara nga Fondacioni Humanitar i Gazës. Organizata botërore e shëndetësisë dënoi sulmin në Gaza, ndërsa njerëzit prisnin të merrnin furnizime me ushqim. Izraeli thotë se është i nevojshëm për të parandaluar luftëtarët e Hamasit të devijojnë ndihmat, gjë që ky fundit e mohon. Qindra dron dhe raketa ndërkohë kanë përfunduar në Kiev duke rrafshuar bllokje të tëra apartamentesh. Autoritetet ukrainase kanë konfirmuar se mes viktimave është edhe një shtetas amerikan, ndërsa presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e ka cilësuar këtë pastër. Rusia lëshoi qindra dron dhe raketa drejt Ukrainës duke goditur objektive të ndryshme në Kiev. Të paktën 15 persona u vranë dhe 114 të tjerë u plagosën nga sulmi masiv. Në një hark kohor prej 9 orësh u lëshuan më shumë se 240 dron, 34 raketa përfshirë dhe 2 balistike Kinzhal. Një pjesë e tyre u arritën të neutralizoheshin nga forcat e Ukrainës. Pamjet që shihni janë nga lagja Solmianski e Kievit, e cila është rrafshuar nga bombardimet ruse. Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, konfirmoi se mes viktimave është edhe një shtetas amerikan. Një nga sulmet më të tmerrshme ka konsideruar presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sulmet e tilla janë terrorizëm i pastër dhe gjithë bota, SBA-ja dhe Europa duhet më në fund të përgjigjen ashtu siç janë përgjigjur shoqëritë e civilizuara terroristëve, shkroi ai në rrjetet sociale. Ndërkaq, Zelensky kishte planifikuar të takojë me presidentin amerikan Donald Trump gjatë samitit të G7-s në Kanada për të kërkuar mbështetje të mëtejshme ushtarake dhe strategjike, por Trump ndërpreu vizitën për shkak të përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme.
Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe flasim për zhvillimet nga politika. Verifikohen fletët e votimit për Gramshin dhe Peqinin. Antari i Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Elvis Cefa, ka deklaruar se u gjetën pasaktësi, por Partia Demokratike pretendon për parregullsi, si flet votimi pa vula dhe më shumë flet votimi në kuti se sa zgjedhës. Pas disa orësh, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka verifikuar 94 kuti të votimit për bashkitë Peqin dhe Gramsh. Përsëri, kjo s'ka vul fare. Është shuajtur e vlefshme pjesa. Gjatë këtij procesi u evidentuan disa parregullsi, sipas antarit të KAS, Elvis Cefa. Ka shpeshherë një pasqyrim jo të saktë të numrit të fletëve të votimit pa përdorura. Ka raste të tjera kur proces verbalet eventualisht nuk janë futur apo nuk janë administruar në mënyrën që aktet nënligjore të Komisionit Rregullator përcaktojnë. Verifikimet konstatuan fletë votimi pa vullat përkatëse, numër më të lartë fletësh votimi se sa zgjedhës që morën pjesë në zgjedhjet e 11 majit, dhe një tjetër problematik ishte gjetja e fletëve të votimit të papërdorura në kutitë e materialeve zgjedhore, gjë që sipas Partisë Demokratike solli dukurinë e trendit bullgar. Do të presim pjesën e të gjithë shkeljeve për këto dy KZAZ. Dhe më pas neve do të mbajmë edhe qëndrimin tonë lidhje me pavlefshmërinë që mund na dërgojë drejt votimit të këtyre KZAZ-ve apo pavlefshmërisë në nivel qartë. Komisioni i Ankimeve dhe Ankesave pritet që të hënën të shpallë dhënat zyrtare të këtij procesi, ndërkaq këtë të mërkurë fillon edhe rinumërimi i votave për kandidatët, ashtu edhe për subjektet politike për qarqe Tiranë dhe Fier. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk i ka ndryshuar masën e sigurisë kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, duke e lënë sërish nën arrest me burg, ndërkaq që edhe për biznesmenin Elman Abule u ndërmori njëjti veprim. Pala mbrojtës se ka ofruar sërish garancinë pasurore, por kërkesa nuk u mor parasysh. Gjykata e lartë ka njoftuar se kërkesa e Veliajt për ndryshimin e masës do të zhvillohet më datën 8 korrik. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk e ndryshoi masën e sigurisë arrest në burg për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Avokatët kërkuan ndryshimin e masës në seancën e kësaj të martë pasi dëgjuan informacionet e mbledhura gjatë 2 muajve nga grupi hetimor. Mbrojtja ofroi edhe garanci pasurore, por kërkesa nuk u pranua. Ishte prokurori Olsi Dado, i cili shpjegoi gjykatës se cilat janë veprimet e reja hetimore që ka kryer organi i akuzës gjatë kësaj periudhe kohore. Ndërto, ka renditur si provë të re apartamenti në Kodrën e Diellit që sipas prokurorit përdoret nga çifti Veliaj Xoxe. Gjykata gjithashtu ka lënë në fuqi sekuestron për këtë banesë, nuk ndryshoi masën as për biznesmenin Elman Abule, i cili u la në arrest shtëpie. Në sallë nuk ishte i pranishëm kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, por përfaqësoi nga avokatët e tij. Ai po hetohet mbi dyshimet për korrupsion pasiv në të paktën 9 raste, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Veliaj e ka ankimuar vendimin e apelit në gjykatën e lartë. Është saktuar që kërkesa e tij për ndryshim mase të shqyrtohet më datë 8 korrik në orën 12. Kryebashkiaku i Tiranës u prangos më 10 shkurt me urdhër gjykate, ndërsa ka kundërshtuar disa herë publikisht akuzat. Pas komunikimit të masës, Veliaj mbahet në ambientet e paraburgimit të Durrësit. Ndërkaq po sot, gjykata ka vendosur dënimin me 4 vite burg për 5 ish drejtuesit, pra ish zyrtarët e Bashkisë së Tiranës në kuadër të hetimeve për dosjen 5D. Ata janë shpallur fajtor me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera, por të gjithë përfitojnë nga gjykimi i shkurtuar. Ish-drejtoresha e Tirana Parking Eglantina Zere mund të kryejë 6 muaj burg. Gjykata e posaçme e shkallës së parë cilësoi atë fajtore për shkeljet e barazisë në tendera. Trupagjykuese pranoi kërkesën e SPAK për dënimin e Zeres. Po ashtu, tokat e zeza kanë rrëzuar kërkesën e mbrojtjes për pezullimin e dënimit me burg dhe vendosjen e saj në shërbim prove ose punë në interes publik. Fajtor për të njëjtën vepër penale u shpallën edhe të bashkëpandehurit e tjerë Enkeleda Qyta, Bruno Koçi dhe Riviola Baxha në cilësinë e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe anëtari i njësisë së prokurimit Kristo Zhulati. Edhe për ta gjykata caktoi nga 6 muaj burg. Nëse gjykata e posaçme e apelit lë të pandryshuar vendimin e shkallës së parë, ata duhet të arrestohen dhe të kryejnë dënimin me burg.
Për të 5 të pandehurit, një nga fraksionet e dosjes 5D, gjykata dha edhe dënimin plotësues që për 5 vite të mos ushtrojnë asnjë funksion publik. Sipas dënimeve të SPAK, 5 të pandehurit kanë krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për Bashkimin e Operatorëve Ekonomik Fitues, Vas Construction SHPK dhe Roku Guest SHPK, për tenderin e rikonstruksionit të sheshit të parkimit tek Selman Stermasi të zhvilluar me 1 tetor të vitit 2019. Në atë kohë kompania 5D kishte emër tjetër, Vas Construction SHPK. Prokuroria posaçme pretendon se kjo kompani posedohet në mënyrë de facto nga ish-kreu i ujësjellësit e Redi Molla dhe ai i IMT-s Mariglen Qato. Të dy janë të pandehur nga SPAK dhe po gjykohen për dosjen 5D me procedurën e gjykimit të zakonshëm. Më herët gjykata dënoi edhe disa ish-zyrtar të Bashkisë së Tiranës për të njëjtën çështje, duke theksuar se kanë favorizuar kompaninë e ish-kolegëve të tyre për të marrë tendera nga Bashkia e Tiranës. Në forumin e prokurorëve të Ballkanit Perëndimor, kreu i strukturës së posaçme antikorrupsion Altin Dumani ka deklaruar se këto vende i bashkon lufta ndaj korrupsionit, ndërsa ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, deklaroi se krimi i organizuar dhe korrupsioni janë kërcënim për sigurinë në rajon. Në forumin e prokurorëve të Ballkanit Perëndimor, drejtuesi i SPAK Altin Dumani tha se organet e akuzës në këtë rajon nuk i bashkon vetëm gjeografia, por edhe lufta e përbashkët kundër korrupsionit të koordinuar edhe me Eurojust. Nëse ka një element që ka bërë dallimin në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, është bashkëpunimi i shkëlqyer me Eurojust. Eurojust nuk është thjesht një agjenci e Bashkimit Evropian, por një nyje strategjike që na ka ndihmuar të kapërcejmë pengesat frenuese të bashkëpunimit ndërkombëtar. SPAK është prokuroria me numër më të lartë të çështjeve të çelura në Eurojust nga vendet jo anëtare të BE-s. Aktualisht SPAK ka 23 skuadra të përbashkëta hetimore me vende të Bashkimit Evropian, por edhe me vende të rajonit, si dhe një skuadër me vend të Amerikës Latine. Ambasadori Gonzato u shpreh se rrjetet kriminale po përdorin korrupsionin në nivele të larta për të shmangur drejtësinë, si dhe për të zgjeruar ndikimin e tyre në institucione, duke minuar në këtë mënyrë besimin e qytetarëve. Rrjetet kriminale po përdorin edhe institucione në nivele të larta për të zgjeruar ndikimin e tyre dhe për t'u shmangur drejtësisë. Shërbimet e pavarura të prokurorisë duhet që të hetojnë dhe të ndjekin penalisht krimin pa frikë apo favore. Pandëshkueshmëria nuk duhet të jetë e pranishme në shoqërinë tuaj. Identifikimi të ardhurave financiare nga krimi dhe sekuestrimi i aseteve kriminale janë thelbësore për antarësimin në BE. Presidenti i Eurojust, Michael Schmidt, tha se do të rritet niveli i bashkëpunimit me shtetet ballkanike për të luftuar grupet kriminale. 4 grupe hetimore të përbashkëta nga vendet e Ballkanit Perëndimor janë marrë me luftën ndaj trafikut të drogës dhe atë kundër falsifikimit të parave. Më shumë se 50 çështje të tilla i përkasin vendit tuaj. Me këtë punë të përbashkët, ne mbështesim rrugën tuaj drejt Bashkimit Evropian. Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela u shpreh se ka nevojë për koordinim më të mirë mes agjencive ligjzbatuese në mënyrë që të harmonizohen aktivitetet hetimore. Trafiqet e drogës, armëve, kontrabandimi i njerëzve, si dhe aktivitetet të tjera kriminale, vazhdojnë të përbëjnë shqetësim për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ne kemi përgjegjësinë për të gjetur zgjidhje në goditjen e këtyre fenomeneve kriminale. Organeve të drejtësisë, megjithatë Flasim për të tjera zhvillime të ditës, ish presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka justifikuar vendimin e tij për të pezulluar procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai ka theksuar se Brukseli duhet të ketë një tjetër qasje tani për t'i ofruar perspektivën e antarësimit me qëllim shmangjen e konflikteve etnike. Ish-presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker nuk është penduar që për 5 vite me radhë që nga viti 2014 kur mori detyrën, ngriu procesin e zgjerimit të familjes evropiane duke zemëruar udhëheqësit e shteteve ballkanike. Në një intervistë për prestigjiozen Financial Times, Juncker thotë se skepticizmi i tij aso kohë ishte justifikuar. Dua t'u them se pas 5 vitesh me një komision të ri evropian, asnjë prej shteteve ballkanike nuk është bërë antar i Bashkimit Evropian, kështu që nuk duhet të ketë qenë krejtësisht absurde që unë thash se familja jon nuk do të kishte shtete të reja antare gjatë mandatit tim 5 vjeçar. Kam konsideruar aso kohë se asnjë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk ishte në një situatë që u lejonte atyre të bëheshin antar. Kjo për shkak të kaq shumë konflikteve mes tyre, si dhe mos bashkëpunimit, aq sa do të kishte qenë e rrezikshme ti pranonim ata në familjen tonë. Ish shefi i Komisionit Evropian bën thirrje për një qasje të re në këtë proces.
Bashkimit Evropian i duhet tani një marrëdhënie e re me këto shtete. Shteteve ballkanike duhet që t'u ofrohet perspektiva antarësimit të plot për të shmangur një rikthim në vitet 90, kur ish Jugosllavia u nda për shkak të konflikteve etnike. Nëse ju heqin perspektivën evropiane shteteve të Ballkanit Perëndimor, ekziston një rrezik i madh që konfliktet e vjetra të trajtohen në të njëjtën mënyrë siç u trajtuan gjatë viteve 90. Juncker sugjeron një sistem që do t'i vinte në provë antarët e mundshëm të familjes evropiane. Ato sipas Juncker mund të jenë të detyruara nga disa rregulla të Bashkimit Evropian, siç është ai mbi tregun e vetëm, të marrin pjesë në mbledhjet përkatëse por pa të drejtë vote. Ata, thekson një shef i Komisionit Evropian, duhet që të mësohen me mënyrën se si funksionon Bashkimi Evropian përpara se të antarësohen në të. Për mbarvajtjen e sezonit turistik, policia ka ndërmarrë një plan masash, do të ketë patrullime si në Bregdet, ashtu edhe në akset rrugore që lidhin zonat e plazhit. Policët do të kalojnë në turne 12 orëshe. Një plan masash për mbarvajtjen e sezonit turistik është hartuar nga policia e shtetit. Fokusi është tek siguria në zonat bregdetare, liçenore dhe lumore, por jo vetëm. Nisur nga aksidentet e fundit në plazhet e vendit ku janë përfshirë pushues të huaj, njësia detare po kryen kontrolle për të shmangur lundrimet e rrezikshme që mund të sjellin pasoja. Efektivet e policisë me anë të droneve kontrollojnë perimetrin e sigurisë si për mjetet lundruese, ashtu edhe pushuesit. Gjithashtu ka nisur edhe patrullimi me bicikleta në plazhe për t'ju ofruar ndihmë pushuesve. Ndryshe nga viti i kaluar, shërbimi 12 orarësh i efektiveve do të aplikohet vetëm në zonat bregdetare. Një tjetër pikë e planit të masave është dhe lehtësimi i qarkullimit në pikat kufitare. Janë shtuar sportele dhe burime njerëzore me qëllim menaxhimin e fluksit turistik. Vëmendje të shtuar do të ketë në akset rrugore që lidhin plazhet. Janë shtuar patrullat e policisë rrugore për parandalimin e aksidenteve. Çdo ditë do të ketë monitorim me pajisje inteligjente, dron dhe alkol testues për të shmangur shkeljet rrugore. Prej 16 qershorit deri me 15 shtator do të kufizohet qarkullimi i mjeteve të rënda për transport madhrash në fundjavë dhe në ditët e pushimit zyrtar. Gjatë gjithë sezonit turistik do të ushtrohen kontrollen për zbatimin e orarit të muzikës dhe ndëshkimin e shkeljesve të nivelit të zhurmës. Ndërkohë nga shërbimet e policisë po vjen operacioni Plazh i Lirë për lirimin e hapësirave bregdetare të zaptuara në mënyrë të paligjshme. Incidentet e shumta që po ndodhin në Bregdet me pushuesit kanë ngritur alarmin për mënyrën se si respektohen rregullat. Një nga operatorët e zonës së Golemit ka treguar për Klan News se si funksionohet me dhënien e mjeteve motorike të ujit, pra jet ski, dhe mënyra se si do të kryhet kontrolli i tyre. Do të ndjekim një material të përgatitur nga Enkeleda Arapi. 2 incidente të ndodhura përgjatë muajit qershor, njëri prej të cilëve me pasoja të rënda për jetën, kanë rikthyer vëmendjen tek masat e sigurisë në aktivitetet ujore të argëtimit. Pushuesit që zgjedhin të përdorin jet ski apo mjete të tjera të ngjashme duhet të jenë të informuar dhe të ndjekin me përpikmëri rregullat. Julian Zuna, me mbi 18 vite, përvoj në drejtimin e një prej subjekteve të licencuara në zonën e Golemit, shpjegon se përpara çdo nisje, përdoruesit plotësojnë një formular ku deklarojnë se janë të aftë për të drejtuar mjetin. So you understand the time is over until you will come back in this corridor. Më pas, ata marrin udhëzime të detajuara për zonën ku është lejuar lëvizja. Klienti kur vjen ka një kontratë që duhet ta plotësoj. Mbas të plotëson kontratën, pajiset me lek shpëtimi, pastaj i shpjegojmë çdo rregull se ai duhet t'i zbatoj. Mbas të marrë çdo rregull, domethënë, klienti mund bëj xhira. Çdo turist pajiset me jelek shpëtimi dhe udhëzohet për manovrat që ndalohen, përfshirë ndalimin e afrimit tek zona e notuesve. Nëse janë pa bindur, bëjnë manovra, unë kam për detyrë t'i kthej mbrapsht, edhe t'i kthej dhe lekët dhe të vazhdojnë. Ne kemi sigurinë në radhë parë. Jet skit janë mjete të fuqishme që kërkojnë vëmendje maksimale. Ndaj, lëvizja e tyre kufizohet në një korridor të përcaktuar dhe nisja lejohet vetëm 300 metra larg bregut, jashtë zonës së sinjalizuar për notarët. Mbas 300 metrash vazhdojnë që jetski të marrë shpejtësinë e tij dhe të ecë i lirshëm. Tu në fillim në korridor, jetski ecën avash avash.
klienti duhet shkojë këtu te pista me lifeguard. Dhe nëse ndonjë person afrohet këtu në korridorin ton, ne kemi mbrojtuesit që nuk i lejojnë asnjë person të hyjë në korridorin e motorrave. Për më tepër aktiviteti kontrollohet në kohë reale nga toka. Çdo mjet është i pajisur me sistem teknologjik që ndërhyn automatikisht në rast manovrimit të rrezikshëm apo te kalimit të perimetrit, duke reduktuar shpejtësinë ose ndalur motorin. Kjo është pjesa e korridorit. Si fillim, xheskit këtu esin avash, zona e kuqe është zona ku lahen njerëzit. Në momentin që xheski shkon te zona e kuqe, aty fiket menjëherë motori. Zona e jeshile është vetëm për xheskit. Qofse ato afrohen me njëri tjetrin, ndalohet shpejtësia automatikisht. Ato do të rrinë distancë që vazhdojnë që të ecin shpejt. Për çdo lloj rasti kam dhe lifeguardin, qofse mund të fiket ndonjë motor. Unë njoftoj direkt nga këtu lifeguardin, sepse shikoj nga këtu, edhe lifeguardi shkon direkt te xheski. Kthimi i mjeteve në breg monitorohet sërish, si përmes sistemit teknologjik, ashtu edhe nga rojet bregdetare. Siç e shikon, këtu janë me të kuqe për shkak sepse xheski nuk e merr gazin e plot. Tani janë duke ardhur avash dhe kam dhe stafin që i drejton se ku të vinë. Nga ana e tyre, turistët që provuan jet ski'n thonë se janë ndjerë të sigurt dhe se udhëzimet ishin të qarta. It was a great experience, really. Ishte vërtet një eksperiencë fantastike, ishte argëtuese. Jam për herë të parë në Shqipëri, ndërsa lundrim me jet ski kam bërë edhe më herët. Shkoi gjithçka shumë mirë, edhe stafi ishte fantastik. Na shpjeguan shumë gjëra si funksionojnë mjetet e lundrimit. Explain us a lot. Oh, we absolutely love. Absolutisht e dëshiruam. Ishte shumë mirë. Shqipëria është fantastike, po më pëlqen çdo gjë këtu. Do të kthehem sërish. It was a 10 out of 10. Ishte një eksperiencë 10 nga 10. Kemi edhe në Britaninë e Madhe, por këtu ishte fantastike. Turistët më shumë preferojnë parasailing, preferojnë dhe motorrat e detit, edhe këto sporte tjera ujore. Interesi për sportet ujore po rritet çdo vit, si mes vendasve, ashtu edhe tek vizitorët e huaj, por bashkë me adrenalinën kërkohet përgjegjshmëri dhe disiplinë. Respektimi i rregullave dhe kontrolli i vazhdueshëm janë mënyra më e mirë për të garantuar që aventura në det të mos kthehet në rrezik. Sipas Institutit të Statistikave, pushuesit nga Italia ishin turistët më të shumt në vendin ton gjatë muajit prill, ata ndiqen nga shqiptarët e Kosovës. Italianët vijojnë të mbeten ndër vizitorët kryesor që preferojnë Shqipërinë për turizëm. Sipas të dhënave më të fundit të Instat, shumica e vizitorëve jo rezident, të cilët u akomoduan në strukturat pritëse në Shqipëri në muajin prill të këtij viti, janë nga Italia me 16%, ndjekur nga Kosova me 14%. Ndërsa gjermanët zun 8% të akomodimeve në strukturat pritëse të vendit ton, ndjekur më pas nga polakët dhe britanikët, sipas të dhënave zyrtare të Instat. Çmimet e favorshme mbeten ndër faktorët kryesorë që po dominojnë italianët pasi e shohin vendin ton si mjaft ekonomik krahasuar me vendin e tyre sipas turoperatorëve. Këto të dhëna reflektojnë prirjen e rritjes së turizmit nga tregjet kryesore të rajonit dhe Europës, ku norma e shfrytëzimit të dhomave në hotele arriti në 22.4% gjatë këtij viti krahasuar me 21.1% në prill të vitit 2024. Instituti i Statistikave bën të ditur në raportin e fundit se edhe në qëndrimet në strukturat akomoduese nga veriu në jug shënuan rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Më konkretisht në total, në qëndrimet gjithsej u rriten me 21.3%, ku numri vizitorëve të huaj u rrit me 23%, ndërsa ato nga vendasit rezultojnë në shifrat e 17.2% sipas Instat. Të ndarë sipas zonave, rritja më e madhe e vizitorëve jo rezident u shënua në zonat jo bregdetare me plus 8.5% në muajin prill dhe në hotelet dhe akomodimet e ngjashme me plus 15.5%. Po ecën me ritme të shpejta projekti për transformimin e hyrjes së qytetit të Shkodrës, krahas punës në disa segmente, është menduar edhe për menaxhimin e trafikut, pasi ka fluks të shtuar pushuesish që zgjedhin Bregdetin. Po ecin me ritme të shpejta punimet që do të transformojnë hyrjen e Shkodrës. Aktualisht, po punohet nga kthesa e Velipojës deri tek ura e Bunës, ndërsa puna është ndarë në 3 fronte. Në një segment për 500 metra është ka filluar shtresat asfaltike, në 2 segmente të tjera punohet me infrastrukturën nëntoksore, në kuptoj kanalizimin e ujit të shiut, linjat e rezervë, ndryshimi rrugor etj. Gjithashtu kemi filluar punimet dhe tek ura e Baçallëku. Jemi në fazën e realizimit pilota. Në këtë periudhë kur Shkodra pret edhe një numër të lartë vizitorësh, për shkak të sezonit veror, është menduar edhe për menaxhimin e trafikut.
Ne kemi marrë gjithë masat e duhura për menaxhimin e trafikut, me cejlistikët përkatëse. Po edhe fakti që një pjesë e kemi asfaltuar ka të bëjë me menaxhimin që kemi menduar ne për devijimin e trafikut në mënyrë që të realizojmë punimet në pjesën e mbetura. Ky është një investim i rëndësishëm në kryeqendrën e Veriut që pritet të lehtësojë ndjeshëm trafiku në qytet, si dhe do të rrisë vlerën e pronës. Maturantët testuan sot njohuritë e tyre në matematikë si në testimet e tjera, teza doli pak minuta pas nisjes. Të rinjtë shprehen se kanë hasur vështirësi në pyetjet me alternativa. Rreth 26.000 maturant në shkallë vendi dhanë provimin e tretë detyruar të maturës shtetërore, atë të matematikës. Por edhe në këtë provim, ashtu si në provimet e tjera, rreth 20 minuta në anisja zyrtare e tij doli teza në rrjetet sociale. Ndërkohë që Ministria e Arsimit, në reagimin që bëri pas daljes së tezës në rrjetet sociale, tha se provimi u zhvillua sipas standardeve të rregullore së maturës. Teza e provimit zgjati 2 orë e 30 minuta. Në përfundim, maturantët thanë se hasën vështirësi sidomos në pyetjet me alternativa. Tezën unë do e përcaktoj jo të nivelit aq vështirë, do me thënë nëse ke mësuar je shumë në rregull. Ju duk pjesa më problematike ose të themi më e vështirë? Që nga gjeometria, për shkak se nuk i kisha përsëritur aq shumë. Mund të them shkallë mesatare. Provimi, ishte çik i ngarkuar, po ja dolëm. Shumë mirë, me thënë mesatare i arritshëm për të bërë të gjitha ishin shumë okay. Çfarë mesatare keni? 10. Ndërkohë që gjatë provimit, sipas tyre, kontrollet ishin të rrepta. Po që ishte kontrolli vazhdimisht, ishte gjatë gjithë kohës. Ishte i qetë, se cili shifte punën e vetë dhe bën provimin në qetësi. Mbarvajtja? Shumë mirë, i rregull si gjithmonë. Ndërkohë që një pjesë e mirë e maturantëve thanë se e kanë zgjedhur degën që do të ndjekin në universitet. Arkitektur. Për inxhinierit në një fakultet privat ose shtetëror, shoh këtë do kap. Më datë 24 qershor maturantët do të japin provimin e lëndës me zgjedhje, i cili është dhe provimi i fundit i maturës shtetërore. Deri më tani maturantët kanë marrë rezultatet e provimit të gjuhës së huaj, ku nota mesatare ishte 7.8. Flasim për të tjera zhvillimet të ditës, nuk ka zgjidhje të krizës politike në Kosovë. Deputetët kanë dështuar sërish që të konstituojnë përbërjen e re parlamentare në tentativën e 33 radhazi. Ata kanë refuzuar që të votojnë ngritjen e një komisioni për votimin e fshehtë. Për të 33-ën herë radhazi, deputetët kanë dështuar të konstituojnë Kuvendin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje që ka fituar 48 mandate dhe kësaj radhe nuk arriti të krijojë numrat për votimin e kandidatës për kryetare parlamenti. Pas seancës është bërë thirrje për formimin e institucioneve, posaçërisht pas deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump për raportet Kosovë-Serbi dhe ndryshimeve gjeopolitike në botë. Referenca që po i bëhet gjithsesi përsëritja e deklaratës së presidentit Trump tashmë nga leximi unë shoh edhe një referencë për marrëveshjen e kaluar. Interpretime tjera që po i dëgjoj, po besoj që ka më tepër zell të brendshëm lokal për të përfshi në një formë ose tjetër, se sa që kam pa referencë të saktë në raport me ngjarjet në Kosovë. Unë shoh pozitivisht faktin që zoti Trump e përmendë dhe Kosovën dhe shes si një nga temat të cilat ai do të merret gjatë mandatit të tij, por para se të mendojmë për pozicionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, vërtet neve na takon që të mendojmë ku është Kosova sot. E konfirmon qëndrimin e LDK që marrëveshja e orit ka qenë e dëmshme, në 4 provizionet të saj është e keqe dhe natyrisht ne besojmë që në mes BE-s dhe administratës presidentit Trump do të ketë një koordinim sa i përket krejtër e zhvillime, por mbi gjitha roli i tij është i veçantë. 2 ditë më parë, presidenti Trump teksa përcolli një mesazh për paqen e lindjen e mesme, përmendi dhe dialogun Kosovë-Serbi dhe marrëveshjen e arritur në mandatin e tij të parë. Seanca vazhdon të njëjtën.